Opozita ka nisur këtë të hënë protestat para kryeministrisë duke i cilësuar si foltorja e dytë. Në protest morën pjesë qindra eksponentë të Partisë Demokratike dhe qytetarë. Tubimin e çeli kryedemokrati Sali Berisha, i cili theksoi se kjo është një foltore ku do të flasin çdo javë deputetët dhe qytetarët. Liria është si një lumë të cilin me asnjë lloj përpjekje nuk mund ta ndalësh, nuk mund ta përthash. Po guxove ta bllokosh, ajo do të çajë një kanal. Pikërisht kjo është platforma parlamentaro-qytetare që ne inaugurojmë sot para Pallatit të Krimit. Para Pallatit të Krimit shtetëror ndaj shtetit shqiptar, zërëdësimit ti me narkoshtetin, para Pallatit të Krimit njerëzor ndaj shqiptarve, që me qëndrimet e ti përzuri nga Shqipëria në vitet e qeverisjes ti më shumë se çdo pushtues i egër në tërë historinë kombëtare, para Pallatit, që në një krim monstruoz ndaj shqiptarve i zvogloi ata dhe i rikthei 100 vite mrapa. Berisha foli për rolin e foltores në ringritjen e opozitës dhe misionin e saj të ri të shpëtoj Shqipërinë. Ajo që kulmoi në qëndrimet e narkoshtetit ishte mbyllja de facto e narkoparlamentit. Edi Rama dhe bande e tij të dalë nga dhunimi i votës, të dalë nga grabitja e votës, të dalë nga parat e drogës, nga aferat më të mëdha korruptive, kanë frikë dhe të merë nga fjala e deputetëve të opozitës në parlament. Foltorja me qytetarët e shpëtoi opozitën, e kthei atë në forcë sovrane, me pengesa më të papara, me represionin, me agresionin ndaj saj. Por përsëri, sot ajo mlidhet në foltorën e dytë. Foltorja që nuk ka më syni të shpëtoj opozitën, por ka mision të shpëtoj Shqipërinë nga regjimi i krimit. Në fjalimin e tij Berisha akuzoi qeverinë për shpërdorim ekstrem të fondeve publike.